Ju sapo mbarova dozën e insekteve që ne kemi në domate. E morrit të zi, morrit të jeshila, po morrit të bardha, po flutur ose bardh. Tani, shifë si është? Okej? Ky është 1 litër e gjysëm, okej? Për 1 litër e gjysëm, do të merrni 1 kokër hudhre, që ka 8 deri në 10 thelpi hudhre, okej? Duhet të shtypni mirë, edhe duhet ta mbushni këtë me ujë deri këtu. Do të lini 1 gotë pa mbushur plot, okej? Mbasi e keni mbushur me ujë ato hudhrat që i keni qiruar, i shtypni dhe i fusni këtu brenda, okej? Dhe do të lëni 24 orë. Pasi ti keni lënë 24 orë, 3 orë deri në 4 para përdorimit, duhet të bëni përzierjen me këto masa që unë t'ju them. Nuk është i dëmshëm, po të kapi në dorë apo nuk janë që të bëjnë dëm. Tani, këtë do ta kulloni me një nap. Do kulloni ujin në një nap, okej? Edhe do ta hidhni në një erën. Unë për shembull përdor këtë, se kam me këto mizurat. Do ta përdorni, do ta kulloni, do ta hidhni këtu dhe hudhra që të ngelet, brumi që të ngelet në nap, e mblidhni dhe shtryllni fort, mirë, fort, se aty e ka të gjithë esencën, Pasi e mbaroni këtë, keni këto tapat. Këto tapat kanë mizurat e veta. Për shembull, për t'ja tregoj unë. Nuk e di nëse duket që këtu janë këto mizurat këtu. Do t'i hidhni për 1 litër e gjysmë flas, do t'i hidhni 30 ml nga kjo këtu. 30 ml nga kjo. E gjeni në Briko ose e gjeni në Briko, po në Shqipëri ku e gjeni ta. Nuk e di në Shqipëri se ku e gjeni juve. Flas për këtu në Itali, për shembull, ose mund ta porosisni në Amazon bukur fare. Është kjo këtu, okej? Që lexon sapo në molle. 30 do hidhni si kjo, 30 ml do hidhni si kjo. Do hidhni 200 për 1 litër e gjysmë, okej? Olio di nem, si kjo këtu. Pasi ti keni hedhur, do ta trazoni, mos u tremni se do ju bëhet si qumësht. Do ta lini një 3 orë, më pas një 3 orëve, pas 3 orëve do shkoni ta përdorni në baçe. Mos harroni, nuk spërkaten në diell, nuk spërkaten në vap. Spërkaten kur është fresku, sepse këto mushkonja dhe këto morra dhe këto insektet qëndrojnë poshtë gjetheve dhe dalin kur bie dielli, kur bëhet fresk. E rësuar sa të bjeri muzgu, pas orës 7. E kupton, dhe 8 e gjysmë po ta bëni siç e bëjmë zakonisht shumë mirë. Sepse atëherë dalin mushkonjat, dalin morrat, dalin gjithë është freskët, se në vap qëndrojnë poshtë. Dhe mos e spërkasni vetëm sipër, paf, puf, puf, paf. Pasi mbaroni sipër, e ulni dorën poshtë gjetheve, qaf, poshtë gjetheve. E do keni rezultat. 2 herë në javë, me këtë lloj doze, 2 herë në javë. Nëse ju teprojnë 10 litra, mos e lini në diell, lini në errësirë. Do me thënë edhe në magazin, jo errësirë totale, po thjesht diku që mos ta kapi dielli, okej? Sepse është i përdorueshëm. Përdorni gjithmonë këtë lloj doze. Kjo bën 12 euro, kjo tjetra bën 8 euro, 20 euro bën të dyja, 1 kokër thelbi, 1 kokër hudhër e përdora, hajt më ta. Por është shumë efektiv. E kam pasur full me morra jeshile me flutra të bardha. Pasi kam përdorur këtë, diku në herën e 4, se bëhet 2 herë në javë kjo, njërën 3 ditë, njërën 4 ditë. Herën e 4, kur e bëra, shikova rezultatin sepse bima lart fillon të djersiste. Dhe të gjitha morrat, se ky vaj i ngjit ata. E kuptoni, ja u ngjit ato krahat, edhe morrit, po nuk flutra po sfluturojnë ngort. E këtë lloj efekti ka. Gjithsesi, mund ta gjeni edhe në Amazon, mund ta gjeni edhe në kudo në internet.
nuk ka nevojë për patentino, është diçka që përdoret si për perimet, si për lulet, si për pemët, kudo që ka miza, kudo që ka morra, si për të spërkatur dhe shpinë, sidomos kur keni qenë vërdall, është shumë i mirë. Largon mushkonja, largon miza, largon mizat e dhëut, largon frutat e bardha, çdo lloj gjë. Përdorni dhe do më falenderoni.